janari do të ketë 21% rritje të rrymës. Po, ka me ardhë edhe në qershori, ka me ardhë edhe para vitit 3 ka me ardhë, derisa tash Albini, gjithmonë ka më rrit, e ardhë me vota, me premtime që ku me lirue. Kjo është tërë, po ja është çudi, ky popull qysh nuk del me protestu, po e toleron këto rritje të çmimit. Kjo është një vështirësi. Është vepër vetëm e Albinit apo është për shkak Veç të Albinit. pjesës të Jo, s'ka gjaza, s'ka. Ramush Haradini kur u kon kryeminist, 3 herë zëre si ka thonë zguzon me rritje. Edhe ky Albini u ardhë me premtime, kur të vi une, çka çmimi, ku me ul, çka ku me bë. A ardhë kështu me premtime? Tash çka ka bë? Edhe çfarë rritjesh dhe 160% prej që ardhë Albini. Me qito që rritjet që tash hyp 200%. Apo është e ka përditshme fatura në fund të muajit, duke qenë se ju jeni edhe pensionistë dhe pensionet në Kosovë janë të vogla? Po, dikush duhet mendon për ata, po neve kërkush nuk na pyet. Po, a do e ngrisni zërin si qytetar për të protestuar dhe kundërshtuar këtë? Çka me ngrizorin kur është këtë kota ajo. Nuk ka ku një pesh çak reagon qytetaria. Se të kishte reaguar qytetaria edhe më herët për ngritjet e rrymës e përshëndetjeve të tjera, po kota janë ato. Zëri qytetarët nuk ulën. Kjo është shumë e lartë për xhepin e qytetarëve. A e përballoni dot? Po çfarë përballoj unë jam pensioner, 150 euro pensioni, 37 vjet përvoj pune. Çfarë shteti kjo është? A do duhet qytetarët të Po ngrisin zërin dhe të dalin për çështja, po jemi fjet na, këtë fjet jemi. Pse po ndodh kjo? Po ndodh se nuk e di. Nuk ka organizim, nuk ka se do të me dalë sa më shpejt. Edhe me ndalë këtë keqe. Kjo është keqja e jonja e Kosovës. Po vjen si pasojë e qeverisjes? Mara qeverisjes apo nga kush po e sheh shkaktar? Qeverisjes e këtë qeveria numër 1 është. Kjo ka premtuar me rrit çmimet, po flamin për miqëmër, edhe nuk kemi energji të mjaftueshme, edhe kështu që shumë problem është. Po tani rryma është shtrenjtuar, jeni kundër? Kundër qyshimi, kundër qyshja. Pse nuk po e ngritni si qytetar zërin për këtë? Ne sa kena më që krejt.